Një lajm I rënd mbërriti këtë të njëjtë. Artan Lame, një nga zërat më të urtë të mendimit publik, mbylli syt për gjithmonë. Në moshën 58 vjeçare, pas një ndërhyrje në zemër, u nda nga jeta duke lënë pas një boshllëk të madh. Një jetë e jetuar me dinjitet, në shërbim të historisë, qytetit dhe vendit që e deshi kaq shumë. Ai nuk kërkoi kurrë të ishte I famshëm, por punoi në heshtje, me përkushtim dhe integritet. Ishte nga ata njerëzit që flasin pak, por lënë shumë pas. Në politik, Lame ruajti gjithmonë dinjitetin. Nuk bërtiti kurrë, por foli kur të tjerët zgjodhen të heshtnin. Si publicist dhe historian, kishte një zë të kthjellët dhe një mendim të thellë. Fjalët e tij nuk ishin kurrë të shumta, por gjithmonë të sakta. Artan Lame nuk ishte njeri që kërkonte lavdi, por të gjithë ata që e njohën, e dinë, ishte I drejtë, I thellë dhe I ndershëm. Fjalët kalojnë, njerëzit largohen, por vepra dhe dinjiteti mbesin. Lam të mirë Artan, Shqipëria humbi një njeri të rrallë.